E qartë, është histori që duket shumë e ngatruar dhe duke qenë se jemi te kjo ngatrese e madhe, tek hetimet e forta të SPAK Fation, të lutem më sqaro tani çfarë po ndodh me dosjen e Akshit. Kalojmë tek diskutimi tjetër që të kem mundësi edhe për këto minuta të mbetura, të marrë mendimin dhe për çështjen e Akshit dhe ç'po ndodh me sekuestrimet e celularëve në policinë e shtetit. Ndalojmë spari tek Akshi. Ç'ishte kjo goditje dhe ku do shkoj, deri ku shkon ky hetim, Gjinej? Nëse do shkoj deri në fund, do të përfundoj aty ku është varësia e këtij institucioni. Është një institucion që gjithmonë kryeministri ka rrahur gjoksin që shkëlqen, pavarësisht se prej 13-12 vitesh ka qenë një nga institucionet më të sulmuara pa fakte, për tendra misterios, për influencën e krimit organizuar, për procedura, për deri në zhdukje, rrëmbime, ka folur. Shiko, Andi, kur kam bërë një lidhje me televizionin ku punoj, që e përmendi avokati. 99% e mediave nuk e trajtonin ato që kishte dyshime si pengmarrje Daniel Ships. Apo ja? Doli domethënë paktën Berisha denoncoi shumë atë kohë, por çështjen e mediave nuk di të them. Kur del Berisha del syri. Dhe absolutisht është një nga çështjet, jo vetëm Daniel Shimi. Është edhe rrëmbimi i Geron Meçës, që ndukje ndoshta po ekspozohet po te fund si një angjëll, por që në fakt i ka fituar përmes kompanive të tij një 53 milion euro. Unë sensibilizohem natyrisht me çdo cënim të lirisë dhe e kritikoj ashpër. Madje ndëshkoj edhe turp e faqes zezë që ndodh në Shqipëri në 2025. Por nuk është një personazh rastësor, është denoncuar si prestanome e Baxhanakut kryeministrit Armand Frangut. Mes shoqërive të tij ka marrë miliona euro tendra, ndërkohë që diku u prishën balancat. Parat duhet të qarkullonin në një linjë tjetër dhe u futën dy biznesmenë të tjerë që sot janë në arratia, në kërkim. Dosja Akshit është një dosje voluminoze, tregon brutalitetin, korrupsionin, dhunën, ndëshkimin. Nuk duhet ndalin këto çështjet që nuk janë në karakterin tim, edhe segmente të tjera që i takojnë kronikës roz, dhe është një brutalitet i madh. Brutalitet se si katapultohet krimi organizuar në vendimarrje shtetërore. Ka krimi organizuar të vënat e shqiptarëve sot në duar, Fation, çfarë ka ajo dosje? Ekspozon shtetin shqiptar ndaj rreziqeve, qoftë edhe të faktorëve të huaj? Nuk është rastësishme që sulmohet nga hakerat një agjenci si Akshi që është në buroja, ajo që është në buroja që do i mbronte këtë dënë është pikërisht Akshi. Dhe nuk është rastësi, sepse aty ke Akshi, firmat ishin paf, dhe vendimet ishin taf, edhe gjithçka vendose nga element krimi, apo element të lidhur me krimin, të denoncuar, element që nuk kursenin asgjë për të përfituar gjithçka, dhe vetëm në duart e profesionistëve ishin. Po pra, si mund të mbronte dhënat e shqiptarëve nga një agjenci që me çpam në dosje. Ajo dosje ka me qindra minuta pamje filmike. Ka dhe pamje? Patjetër. Pamje të kujt? Të kujt? Të institucionit? Pamje nga kamerat e institucionit? Pamje takimesh, pamje vizitash, pamje përgjime më. Aksion. Pamje, shumë pamje. Unë mund të them që janë me qindra minuta pamje. Këto janë përgjime? Domethënë teknikat proaktive të SPAK-ut, BK-s? Jo. Jo? Është ndonjë gabim i vetë panderur. Institucionet Gabim apo bën paralele me rastin Berberi? Sa di, por më duket pak naive në fakt që të filmosh vetëm. Ka dhe kronikë roz të aty brenda? Nuk e di. 3 milionë euro të shisheve të verës për Gysa Gasin ishte le të themi është një fakt i cili ka dalë nga kjo dosje?
e kanë thënë përfaqësues të lartë të opozitës që kanë patur edhe akses ke ndoshta ke dosja timore dhe unë nuk e kam lexuar. Ne kuptoj. Okej, se hermetike janë të pakët Po janë. në ambasadë, është e përfshirë që ka vendosjen? Nuk e kam të lexuar atë, por që përderisa thonë segmentet shumë të larta të opozitës që janë shumë pranë informacioneve konkrete, unë e marr për të mirë qenë. Do ta ketë të lehtë që të kapet Agasi edhe Ermal Beqiri biznesmeni, si mendon? Fation, kanë informacion janë jashtë, janë brenda Shqipërisë? Jashtë Shqipërisë. Janë jashtë Shqipërisë. Po, ka dyshime për Dubain, por nuk përjashtohen edhe vendin e Bashkimit Evropian. Okej, domethënë ky është fakt që janë të larguar. Spaku e ka informacion edhe për vendodhjen. Ka informacion edhe për vendodhjen. Ka shumë për shtetin ku ndodhen, po, paktën për itinerarin që kanë dhënë. Okej, mirë. Duhet të them vetëm diçka. Po? Do më përcjellësh. Nuk të dëgjova. Do më përcjellësh tash. Do të përcjellem pas pyetjes fundit. Çfarë po ndodh? Do të shtoja diçka pastaj Okej, shto diçka dhe të bëj pyetjen e fundit dhe unë i lir nga unë se unë kam debat tani me zhdim atë që leti për gjysmë ta vazhdoj unë. Ma nxirr të lutem regjia dhe zot avokatin, po. Po. Shiko, është pa precedent që prej një viti 2 muajsh një ish president republike, një ish kryeministër, një ish kryetar kuvendi, një kryetar i partisë të dytë më të madhe opozitare në vend, mbahet në masën arrest në burg, madje janë ndaluar sipas atyre çfarë kemi raportuar në kohë të ndryshme edhe takime apo sprovime të karakterit të tij dhe të mënyrës se si ai ka zgjedhur ta tejkalojë këtë situatë izolimi në raport me zyrtarë shumë të lartë qeverisë që sot drejtojnë bashkisë të pandehur, madje në Rrogozhin drejtojnë bashkinë si i dënuar dhe vendimin apel zvarritet. Kryetar bashkisë që janë të pandehur, që janë në detyrë dhe më në fund një zëvendës kryeministre e dokumentuar shumë qartë që edhe i jepet imazhi dhe thoja unë shumë e lehtë. Se për mendimin tim Spaku do ishte drejtuar që në fillim të vendit për të kërkuar heqjen e imunitetit. Po, sepse vepra penale është e njëjtë. Lihet e lirë, madje e lirë që cilësinë e panderës të dalin çdo orë ditës së natës nga zyra ngjitur me kryeministrin e vendit, që është një zyrë se nga njëherë zhytemi në atë rutinën e përditshme që themi thjesht kryeministri dhe kryeministria, por që në fakt ajo godin ka në duar fatet e një populli, një kombi, një shoqërie, madje edhe fate të zhvillimeve rajonale. Dhe një e pandehur që sipas dokumentave konkrete zyrtare të së posaçme, mbi prova e fakte thotë ajo, që rrezikon të prish prova, të intimidojë dëshmitar, madje e ka bërë duke presionuar dëshmitar në çdo orë të ditës vetëm për shkak të procedurës, lihet e lirë dhe vazhdon, mund të shkojnë në janar, po mund ta shpjegoj edhe me 3 muaj atë vendimarrje. Për shkak të një çështje procedurale që mendoj unë nuk do të ketë kthim pas, pra nuk është perceptimi im nisur edhe nga historitë të ndodhura të shkuara. Që zoti Meta, të cilin e përfaqëson ligjërisht për avokati i nderuar që keni në studio, ka treguar akte tërheqje dikur, është shprehur i lirë edhe gjatë kohës që u hetua për veprat që akuzohet sot. Edhe i bëhet ai arrestimi spektakolar që të garantoj unë ti kishin thonë Ilir Metës me sa njoh unë politikisht dhe publikisht. Ti kishin thonë eja se do të arrestojmë ai aty dhe kishe vajtur dhe i bën atë demonstrimin e forcës në mes të Tiranës. Avokat unë kisha në kontekstin që edhe të batutës natyrisht edhe për të ngacmuar pak. Po s'mund ta lëshoj dot, nuk mund ta lejoj dot. Edhe që është fakt nuk e mohojmë. Sepse qytetarët në rast se unë do ta lejoj të ta Ja sa ta përmbyllit gjinën si gjinën e kemi. Jo, si për shembull ka ndodhur me çështjen e metamorfozës kushtetuese për ligjshmërinë apo jo të dhonave nga SKI SCC, që ditnin njerëz kishin konflikt të pastër me gjykatën ose do të kishte edhe gjykata kushtetuese njerëz në opinionin publik përballë këtyre palëve në proces, ose
ne si media, se unë dhe Andi përfaqësojmë media, së pari jemi gazetar, dhe ne si gazetar du të marrim masa që edhe ne ta shmangim konfliktin e interesit. Kështu në këtë kontekst është krejtë logjikshme, kjo është etike dhe profesionale, gazetari kur ka konflikt interesi raporton tek redaktorit e gjitha për këtë çështje, nuk e bëj dot sepse është krejtë etike, e bën dikush tjetër. Edhe një herë, po flasim për SPAK, ne si jemi prokuror. Mirë, edhe ne s'po merrem me dosje. Asu si avokat nuk po merrem për dosjen konkrete, Balluku. Gjina e zbutesh llimën. Je fantastik. Jo, nuk është ai e tha, donte më ngacmua edhe mua. E pash, e kuptova, ishte si tip shakaje. E pranoj, nuk është se nuk e pranoj. Por tek opinioni publik që duhet kuptojmë është kjo, sepse dikush thot e mori tani metën dhe tani ky po shtulet. Jo, ti kështu ke qenë gjithmonë zhlima. Nuk kam qenë kështu, nuk kam ndryshuar. Dhe di çka kam thënë. Ti hala në sy për SPAK. Po dëgjoj mua, çka kam thënë metës. Çka kam thënë metës kur e takova në paraburgim. Ç'a i thash? Më fal, un kam një qendrim kundër SPAK-ut. Tani ti duhet të marrësh një avokat që është pak më servil te SPAK-u që të bëj diçka. Jo, tha. Ty dhe Cakanin jeni në rregull në vijën e parë të luftës. Tani I ka zgjedhur vetë ata o Fation. Shkojmë në avokat të prokuror, ta bëjmë kështu, ta bëjmë ashtu. Zdimas, do kemi bash debat, ne do kemi bash diskutim tani. Pyetja e fundit të Fation për ta rikthyer çështjen serioze aty ku do duhet të rri në këtë emision. Çfarë po ndodh me një hetim të nisur nga SPAK, nuk e di lidhet me ndonjë hetim që është në duar dhe SPAK apo është hapur tani rishtas me sekuestrime të celularëve në Policinë e Shtetit. Do përfol fillimisht që ka një sekuestrim celularit të drejtorit përgjithshëm Policisë së Shtetit, nuk e di sa e vërtetë është kjo sepse duhet konfirmuar. Mirëpo sot është një tjetër sekuestrim, të paktën nga çfarë është raportuar dhe nga kolegët tanë gazetar për dikë që është shumë pranë drejtorit përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Tani i është sekuestruar drejtorit apo e kam pyetje për ty Fation se ti raporton nga drejtësia je shumë afër informacioni se sa për drejtorin e policisë, se do t'i bëj tani edhe si tha avokati Servili, SPAK-ut se bëj, do t'i bëj unë. Për drejtorin e policisë. Ja, avokat, jo gazetar. Nuk thash gazetar, thash avokat. Ma mbaj në linjë serioze tani. Për drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, të cilit i dalin në çdo dosje hetimore të SPAK, vartës të tij, të niveleve shumë të larta, si bashkëpunëtor të krimit deri shofer apo trupor të krimit organizuar, nuk i është sekuestruar telefoni. Nuk është sekuestruar. Ja. Okej, informacionin rrem që doli. Ka një telefon të sekuestruar zotit Proda që është bërë rreth një javë përpara se zgjidhet drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, i cili është marrë në kuadër të një procedimi tjetër penal që pati dyshime për dekonspirim operacioni, i është marrë një 5 drejtuesve të policisë, është kqyrur, i është kërkuar pas disa muajsh nga sekuestrimi që të paraqitet në SPAK dhe ta marrë telefonin ose të pranoj simin e sendit dhe zoti Proda ka thonë që nuk e dua më atë celular mbajnë. Dhe kështu, dhe sa i takon vartësve të tij, pak ditë më parë në dosjen e Akshit, njëri prej tyre është në akuzë, ju zbut pak masa në vlerësimin e masave të sigurisë para 2 ditësh, nga i mbeti me fuqi vetëm masa e pezullimit nga detyra dhe jo ajo e ndalimit të daljes së zhvendit, sikurse ishte vendosur në mungesë. Dhe bëhet fjalë për zonën drejtorin e Tiranës. Po, SPAK ka përditë veprime hetimore që përfshin edhe sekuestrim sendesh, nuk kam dieni se. Okej, do duhet presim për çështjet hetimore. Të një drejtuesi të nivelit të lartë, sepse edhe zoti Ismaili që është i akuzuar sot, i dyshuar, por që ka akuzë për vepra penale, edhe ati natyrisht janë kontrolluar banesa, janë edhe ne deri atë ditë kur plasi Akshi nuk kishim dieni për veprime konkrete ndaj këtij subjekti, pasi dieni të disa veprimeve edhe mund të ishim. Pra mund të jenë veprime që kanë ndodhur tek ndonjë drejtues policie në kuadër të ndonjë procedimi penal, por nuk kemi dieni se ndaj kujt dhe për cilin procedim penal.